peqja këna nisë me folë për zgjedhjeve, jem të folë për emrat përveçëm. Apo bëhet vjosa presidente, apo bëhet tjetër se edhe mu që to bashkë më interesoj. Mirë se më ktheve në temë. Shumë sinqerisht. Mirë se më ktheve në temë, se tema kur e nisem na, po të kallëzoj që për mu. Kur e nisem na është kush ka frymë. Dhe po duket se Vjosa Osmani është tu kriju frymë. Po së është risia. Çfarë risie Vjosa Osmani? Prej Isa Mustafës është kësaj të të sjellë. Jo, risia në kuptimin që nëse krahasoj me zgjedhjet e shkurtit dhe 10 vjetorit, tash e kemi në LDK ku Barcelis është Vjosa Osmani. Që kjo është çaj risia që ka ndodhur, e cila natyrisht që e merr një lloj kështu vëmendje. Po, megjithatë është u marr njerëz. Po. Po i merr deputet që kanë qenë me zotin Peci edhe zonin Gërvalla. Siç po duket dojnë me met veç këta dy. Bile, nashta as dytë. Nashta veç njëri. Pse kush ka po lëviz? Po siç i kom dëgjuar që po flitet as Faton Peci nuk është bashkëkeke i nxehtë. Po s'më me konfirmu këta. Nxehtë Peci. Si do qoftë. Jeta Statovsi u rreshtu krah Vjosa Osmanit. Bardhyl Hasan Papaj krah Vjosa Osmanit. Një avokat. Të cilën e përgëzoj edhe uroj, është me një kuadër shumë i mirë profesional. Albena Reshitaj krah të Vjosa Osmanit. Zonja Albena Reshitaj mundet më arsyetu se ajo kaloi kënej kur u votu. Absolutisht. Po megjithatë ja numërova këto kapërcimet partijake ish aty me Mimoza Kusari. Do me thonë kish nis me AKR-n. Mos ka ma shumë kjo. Me AKR-n mas pare, ka qenë ministre në kohën e Panit. Pra i Pani famkeq, i cili ka sjellë në pushtet Albin Kurtin. Sa ja ka qenë grumbullimi së keqës, ka qenë Pani.